Mirë, ne rikthehemi sërish në studio në këtë transmetim të drejt për drejt këtu në ekranin e televizionit Fox News. Tashmë jemi zhvendosur në këndin e të ftuarit të ditës dhe për gjatë minutave në vijim do të ndalemi dhe do të flasim për një periudhë të errët të Shqipërisë. Do të flasim për regjimin komunist, për atë se çfarë shkaktoi për të gjitha pasojat, por edhe për atë se çfarë ka lënë pas ky regjim i egër. Në fakt, kjo hapësirë është iniciuar edhe nga ajo se çfarë është duke ndodhur në burgun e Spaçit me rekonstruksionin për rijetëzimin e këtyre ambienteve, një vend i cili ka ngjallur frikë, ka ngjallur tmerr, por nga ana tjetër ka një debat shumë të madh për atë se çfarë është duke ndodhur dhe për atë se çfarë pritet që të ndodhë me rijetëzimin e këtij burgu famkeq. Me mua në studio do të jetë një fisnik, do të jetë një personalitet, do të jem me Simon Mirakajn, me një personazh i cili ka jetuar për 44 vite në kampet e përqendrimit, në kampet e regjimit komunist në Shqipëri, por gjithmonë ka ditur që të ruaj dinjitetin dhe vlerat njerëzore. Zoti Mirakaj, faleminderit që je sot në Fox News dhe është kënaqësi të kem sot. Faleminderit për ftesën. Edhe për mua është kënaqësi. Përpara se ne të ndalemi dhe të flasim edhe se rekom debatit madh që është duke ndodhur për rekonstruksionin dhe rijetëzimin e burgut të Spaçit, si është të jetosh 44 vite në kampet e përqendrimit të regjimit asaj kohe? Edhe unë sot për e shoh veten, thema jam unë ai që kam kalu, apo është ndonjë Simon tjetër. Për ju që nuk e keni kalu atë kohë dhe shqyqër është pak e vështirë për ta kuptuar që unë kontrollohesha në çdo hap. Ne na jepeshin dënimet një herë në 5 vjet, ishim detyruar me bë apelin para të besumit të policisë sekrete apo partisë, në mëngjes edhe në darkë. Po për shkak të festave të ndryshme që ishin, jo festa 1 majit, jo festa ushtrisë, jo viti i ri, na vëshin edhe 3 herë në ditë. Pavarësisht se ti punën mund ta kishe larg, ti ishe i detyruar të paraqitesh në orarin e caktuar. Jeta jonë u ranu shumë mbas revoltës së Spaçit. U shpërsu lufta e klasave, ne na hoqën nga Savraj që ishte një kamp internimi jo shumë larg qytetit, 4 kilometra. Aty në atë periudhë që mund të quhet periudha më e bukur e jona, na pajisën me një leje qarkullimi, gjatë ditës ne mund të lvizshim në rrethin e lushnjës, por gjithmonë duke u kthyer në darkë për të paraqitur në apel, po kështu edhe para se me shku në shkollë ne bëjshim apelin, pastaj niseshim për në shkollë. Aty patëm mundësi të marrim gjimnazin. Me marrimin e gjimnazit përfundoi ajo periudha e shkollës. Pastaj filloi regjistrimi për punën, kam punuar në bujqësi 25 vjet. Kështu që e njoh bujqësinë mirë. Jam gjys agronom. Ju u internuat që kur sapo kishit mbushur 1 muajsh. Po, është vërtet. Pra një fëmijë sapo lindur. Tash i merr mend çfarë faj kisha unë. Unë kur kam rinë... Pse erdhi gjithë ky tmerr, gjithë kjo egërsi kundër familjes tuaj? Po, babai ishte në mal, drejtuesi një qete që kishin të njëjtin ideal, duke menduar që mund ta frenonin instalimin e diktaturës komuniste. Po
Po në mal ishte vra Xhaxhai dhe nipi, djali Xhaxhait. Djali Xhaxhait ishte ardhur nga studimet për inxhinieri nga Torino. Kur e mori vesh që Xhaxhai vetë është vra, atëherë doli edhe ai në mal me gjithë babën. Vra dhe ai në mal, atëherë drejtimin e qetës e mori babai. Edhe Axha ishte ministri i mbrëmshëm gati një vit, nga maj i 43-shit deri në fundin e tetorit 43-shit. Po gjatë kësaj periudhe janë gjetë dokumenta zyrtare ku me firmën e ministrit mbrëmshëm të asaj kohë, pra Kolbi Mirakës, lëshonte një urdhër prefekturave që të pajisin me pashaporta të gjithë hebrejt që janë në Shqipëri, të mos ju nxirret asnjë pengesë. Në fakt ashtu u vepru, sepse me këto pashaporta ata do të paraqiteshin te legata italiane, do merrnin vizë, do të drejtoheshin për në Bari ku ishin forcat aleate. Pastaj Xhaxhai ka drejtu në 41 u krijuan disa qeta, sepse veriu rrezikoshte, kufit e veriut rrezikoshte nga serbo-malazezët, edhe ka drejtu një qetë, e udhëhiqte vetë në ato luftime. Në ato përpjekje është plagos në kam, edhe derisa ka ndru jetë, ka ecë me shkop. Në 2004 erdhi një general italian dhe bani promovimin e librit. Edhe marrin nga Ministria e Mbrojtjes, më thonë një iftum, sepse në atë libër thot përmendet edhe Xhaxhai juaj. Shkova aty, u bate Pallati Kulturës, më dhuroi edhe librin, edhe thotë merita e Kolbibës nuk është se e mundi ushtrinë sërbe, sa ishte shumë herë më e madhe në numër, po merita e tij është se nuk e la që të avanconte. Edhe këtij heroizmit të Axhës, populli asaj zone, i Temanit, e dushmanit atë, i thuri dhe një këngë në dushmanën e Temal, po lufton Kolbi Miraka, ushtri sërbe ira flaka, edhe vazhdon me ato. Mirë, po këto u fshin, edhe ne kalum një kalvar të gjatë pa imagjinueshëm. Ky ishte fillimi i një vuajtje 44 vjeçare. Ky ishte arsyeja e tij. Zoti Mirakaj, më trego pak si ka qenë ta kalosh fëmijërinë në kamp. Çfarë bën të një fëmijë në kamp? Fëmija nuk e ka të koshiencën e duhur me bë arsyetimin pse jam këtu. Po mendon që e gjithë bota e tij është e rrethuar me tela. Ato dhimbjen dhe vujtin e kanë pas nënat tona. Se nuk ka më të merr për prindin që ti kërkoj fëmija bukë edhe mos jesh fajtor vetë, edhe mos kesh mundësi t'i japësh bukë. Ne në kampin e Tepelens na u leju me shku në shkollë, e kishim pak të vështirë se rruga ishte përpjet, komanda e policisë ndante 2 herë gjelli, thoshin se ai ishte një lang që duheshte mikroskop me gjetë një kokër grosha pa i fije makaron. Megjithatë ai rrjeshti kalvari gjatë ishte pafund, që njerëzit me gavet apo i drejtoheshin aty në kazanave. Kazanat ishin fuqia nafte, i kishin prem dysh, ai langu delte gjithmonë i zi. Megjithatë uria është e tmerrshme. Ata njerëzit pa shku te kazermat e krevati vete, hanin rrugës atë nga kazani deri te gazerma që i duhet të shkonte. Jefshin edhe kështu bollgur, është një lloj gruni i shtypun, ai ishte gjithë krime, gjithashtu, dhe mundoheshin nënat tona me pastru me kranë, kështu, po ishte pa mundur, se ishte më shumë kishte krime se sa ashtu, po. Edhe kjo që arsye që
pati shumë vdekje, fëmijë sidomos, aty ne fillimisht na qunë në Turan, një fshat të Tepelenës, aty mbrëmja 24 orëve vdiqën 31 fëmijë. Për shkak të mungesës ushqimit edhe të higjienës. Atëherë ministria u alarmu, edhe na vendosin në kamp Buz Lumit Bjosa. I kampi ishte i ndërtuar, ishin disa gazerma që ishin të ndërtuar nga italianë që u kishin shërbyer në luftën italo-greke. Brenda kampit ishte komanda e policisë, kampi ishte i rrethuar me tela, por ne fëmijëve na hapën portën në mëngjes për me shku në shkollë. Në shkollë. Po e kishim pak vështirë se tash se në mëngjes nuk kishim ushqim, ato nanat tona ato bukën që ishte si balt, ja hiqin atë korën e thanin e na zbutin me ujë që ne mund të hesim pak rrugës me arrit deri në shkollë. Ka qenë periudha të mërshme, ajo periudha e palët e Velenës, e bën edhe më të mërshme se aty kanë vdek afër 1000 veta me gjithë të rritunit, edhe të gjithë janë pavarë. Sepse varët u lëvizën 3 herë. Një herë jashtë atelave të kamit, pastaj i qunë te ura e Bënqës, pastaj duket qëllimisht i vunë jashtë atelave Buz Vjosës, sepse dimnit fryrësht e lumi edhe i ka marrë me vete. Sot ne atje na vdi gjyshja dhe gjyshja jone kanë vdek shumë, sepse kampi ishte i përbam me fëmijë pleq, edhe plaka nuk ishte më i madhi, të rritur ishte 14 vjeç, edhe këto ishin detyruar me dalë në fund, gjithmonë në mbrojtjen e policisë. Shkonin në punë, bënin atë normën e caktuar, ktheheshin në shtëpi. Si kaloi koha në këto kampe? Më thënë që hapeshin portat, shkonit në shkollë. Kishte një solidaritet në mes njerëzve në atë kamp. Ishte një obor që mund të hecëshe, mund të lëvizshe me atij oborit. Fëmijët të gjenet dhe dëfrimin lushin me pulla, ka qenë një lojë. Aty kishte nga këto maqinerit e mbetura të kohës luftës, gjenin zara, guzhineta, bënin kështu me tel, forën biciklete me tel, shtyshin, e gjenin mënyrën me lujt. Disa tjerë që ishin pak më të rritur, shkonin në për ato gazermat e gjushin me lastikë, zogj. E gjeshin mënyrën me lushin me topalecke, jeni mënyrë me, si me thanë, me u dëfru. Kur u bëre koshient, pra kur u rritë dhe fillove të kuptosh vendin që të rrethonte dhe në një farë mënyrë atë se çfarë të kishte ndodhur, jo vetëm ty, por edhe familjes tënde, për çfarë të vinte më keq? Shiko, ajo më keq, më dhimbje ishte për nanën time, ajo më dhimbje ishte, ne ishim të vegjël, ajo i duheshte që të rriste fëmijët, t'i edukonte dhe t'i shkollonte pra sa koha e lejonte. Edhe kjo bashkë njëkohësisht duhet të përballonte edhe presionin e policisë. Duhet edhe të punonte. Kjo e bante shumë të dhimbshme, siç thash, për atë që e shiste fëmijën që po vunte padrejtësisht. Unë nuk e kisha pa babën tim, se kur kam lindur unë ai ishte në mal. Asaj më ka pasur se kam pa. Nana ime ishte me 3 fëmijë, me motën e cila ka pak vite që është la nga jeta. Edhe një vlla që është këtu në Tiranë. Për atë ka qenë shumë e dhimbshme, ajo
vdiqe re në mosh, vdiq në një kohë që lufta e klasave kishte arrit kulmin, në mosh 54 vjeç. Mirë, po të kalosh gjitha kalvar, bujtjesh, është pamundur që të mos kesh shkoll po në zemër apo në trup. Për ne ato nanat tone janë heroina me vërtet, se kanë përballu një jetë jashtëzakonisht të rëndë, për me eduku fëmijët, për me i shkollu aq sa koha lejonte. Çfarë do thoshte nëna gjatë kohës kur keni qenë në kamp? Si të motivonte ose si mundoi me të qetësu për shkak të situatës? Një shprehje nanës që kur u rritëm thoshte kjo mor birë që na rani asan mikut mos i raft. Edhe shpesh herë dilte te dera, edhe i drejtonte duart nga qili duke falënderuar Zotin që mund ta t'i nxjerrë gjallë fëmijët nga kampi i Tepelenës. Sepse aty kanë vdek 300 fëmijë dhe autoriteti dosjeve ishte ideja e kryetares së atij autoriteti që tha në kujtim të këtyre fëmijëve të mbjellim 300 qeparisa. Edhe në të vërtet njerëzit sponsorizuan edhe njerëz që nuk ishin qenë pjesë atij kampit, po familjar, të ndryshëm, edhe u mbollën ato 300 qeparisa, u bën biseda edhe me kryetarin e bashkisë se mos që një nga ato gazermat të ktheheshte në muze, po deri tash kanë me vetëm në ramën e negociatave të shohim, shpresojmë. A ka patur një episod që Simon Mirakaj nuk do të harroj kur gjatë 44 viteve të qëndrimit në kampet e regjimit, më konkretisht në kampin e Tepelenës? Shiko, kur bën një rrugtim aq të gjatë dhe të mundishëm, është e pamundur që mos kesh momente të shtueshme. Në kamp kam pa arrestime, edhe nuk ishte gjë ma të tmerrshme ta shifshe tjetrin me dorë të lidhura. Aty në kamp është arrestu burri motrës, ai ishte minoritar, ishte nga një fshat i Sarandës, Aliko. Ishte fillu internimet 145 në Kruj, në 60-ën arrestohet. Një ndër akuzat ishte se kesha Hrushovin. Në momentin që u prishin marrëdhëniet, ata fillun duke shah Hrushovin vetë, qeveria ashtu, mirë, po akuza i mbeti, ai u dënu 7 vjet, i bani ato 7 vjet burgë dhe u kthy. Kam pa arrestimin e një shokut ton mashatar, po thuajse pak më i madh se unë, një Haridin Nasufi, ishte nipi i Fiqiridinës, një djalë në punën e vet, edhe ai kishte pak vite që kishte kriju familjen. E arrestojnë, e dënojnë 10 vjet, i banë ato në burg, e qënë fillimisht në burgën e Spaqit, pastaj në Qafbari. Po ashtu arrestuan 2 djemë të Agjës në 79-ën. Ata ishin një sektor tjetër se nuk ngeleshin as bashk. Edhe rradhe shifshim njëri tjetrin, ne ishim në kampin e Gjazës, kështu që është kampi ku ishim ne, ndërsa ata ishin gradisht. Edhe ishim shumë kilometra larg njëri tjetrit, mund të ishim ja 15 kilometra. Leje nuk na jepshin. Edhe në gjumë që i kishin arrestu, dënu nga 10 vjet. Edhe ato
akuzat ishin akuza banale, po akuza banale që të mershin jetën. Ata ishin të dy të martuar, kishin familje, fëmijë të vegjël. E keqja vazhdonte jo se i merrte jetën të burgosur, po tragjedia vazhdonte te familja, sepse gruaja dhe fëmijët do të trajtoheshin si gruaja e një armiku të popullit, po kështu edhe fëmijët. Qoshin, falë në përpunë të rana, në përpunë që pagueshin sa më pak, ajo tash duhet të mante të rriste fëmijët, të edukonte, të shkollonte, po njëkohësisht do të shkonte edhe të burgut, të qonte ndonjë ushqim, se atje ushqimi i burgut ishte një ushqim që as për kafshët nuk mund ta trajtosh në atë mënyrë, jo ma një të burgosin që punonte në minjerë. Shiko, duke ditur personin që ju përfaqësoni, fisnikun, personalitetin dhe vlerat, jam shumë i bindur që do na duheshin dite net pa gjumë për të treguar 44 vite vuajtje, 44 vite të këqija, të sforcuara, me dhimbje, me lot, të uritur dhe çdo gjë tjetër. Vjen mirë që ja ke dalë dhe që jemi këtu të dy bashkë sot. Por ndalem pak edhe tek debati i fundit, pasi më intereson shumë opinioni dhe komenti juaj. Pse duan të arjetëzojnë Spaçin? Jo, në qoftë se ti ndërhyn me e prish imazhin atij ferri, besoj se dhe Dante Alighieri do t'ja kishte lakmi, ti e tjetërson atë. Aty kanë kalu afërsisht 2000 burgos. Ti nuk mund t'i anashkalosh me një ramë të lapsit. Unë nuk them se duhet të pyesish 2000 burgosit të marrësh mendimin e tyre. Por nëse ti ke vendosur që të bësh një rekonstruksion apo nuk e di, duhet të thrasësh një grup të këtyre njerëzve që kanë marrë pjesë në revoltën e Spaçit. Edhe për fatin e mirë janë gjallë, jo Demir Pojani, jo Bedri Çoku, ka disa emra që për momentin nuk kujtohen, që mund të flasin rreth asaj revolte, mund të japin mendime, se nuk mundesh ti, nëse ti përdor forcën e pushtetit, është tjetër gjë. Por që të ketë një impakt, patjetër nuk duhen luajt. Ai ka nevojë të menaxhohet mirë. Unë kam hyrë në një nga ato godinat, kam shkuar disa herë, edhe në faqen e murit ka shkrime nga të burgosit. Ka vizatime, dikush ka vizatuar një pllomb, dikush një zog. Pra, as me ly nuk duhet ta lysh. Aty për çdo ndërhyrje që mund bësh, duhet të pyesin, kjo tull ku ka qenë? Do të shkatroj historinë një ndërhyrje se do e vogël, këtë thoni. Unë e kam thënë dhe për them edhe këtu te ju, jeta ka fillimin dhe fundin. Janë këto objekte që do flasin se çfarë ka ndodhur në Shqipëri. Edhe në qoftë se unë flas apo të tjerë si unë bashkëvujt flasin, ne nuk flasim që të vëmë një palë kundër tjetrës. Po duke menduar me këtë rrëfimet tona i shërbejmë demokracisë dhe këto rrëfimet tona përcjellin një mesazh. Edhe këto objekte pikërisht përcjellin një mesazh që kjo tragjedi që ndodhi mos përsëritet dhe njerëzit të jetojnë në paqe me njëri tjetrin pavarësisht bindjeve të tyre politike, sepse secili sipas mendimit tim ka drejtën të shkojë aty ku gjen veten e vet. Edhe s'kemi ne pse ta urrejmë njëri tjetrin se ti je i kësaj partie, secili ka drejtën të shkojë aty ku gjen veten, se e pam se çfarë na dha për qarje. Për qarja mbolli një urrëtie që për fat keq
edhe sot është ai lloj mentaliteti, njëkohësisht mbodhi dhe një varfëri. Ne edhe sot jemi vendi më i varfër i Evropës. Si pasojë e atij regjimi, rrajt aty e ka gjë e keqe aty i ka rrajt. E kam të qartë, në qoftë se do ta përkufizonim ose do ta titullonim të gjithë këtë sagë të regjimit komunist në Shqipëri, si do të ishte titulli? Duke patur parasysh që ju e keni përjetuar vetë. Unë kam qenë i ftuar në 2017 në Kongresin Amerikan. Nëpërmjet këtë e realizuan drejtuesit e Vatër's. Edhe në librarinë atij kongresi morën pjesë, u zhvillu. Kjo ftesë ishte me rastin e 100 vjetorit të revolucionit rus. Me nderu viktimat e atij revolucioni. Kishte pjesëmarrës politikan, presidenta, kryeminista, ish historian, politolog, ekonomist, dhe të gjithë referuesit theksuan lufta e dytë botërore zhduku mbi 60 milion njerëz, ndërsa komunizmi në kohë paqe zhduku mbi 100 milion njerëz. Për nga numri i popullsisë, edhe Shqipnia ishte në atë bënte pjesë në atë zhdukin e këtyre njerëzve. Gjatë viteve të komunizmit janë mbi 30.000 të burgosin, janë afërsisht 6.000 të ekzekutuar, ku një pjesë e madhe këtyre janë edhe pavarë edhe sot. Ajo më e çuditshme është, më tragjike është sepse vdiste në burg, për shembull, dhe nuk e lejonte familjarin ta merrte sepse s'kishte plotësuar vitet e burgut. Derisa të plotësonte vitet e burgut, ai familjari nuk e merrte dot trupin e tij për ta. Ndodhte edhe kjo? Po, tregojnë burgosmit. Edhe e keqja është se në kryeqytetin tonë, për shembull, nuk ka një obelisk që të ngrihet në ndërin të këtyre viktimave. Në Amerikë është një bust që shkojnë në përvjetor të revoltës paqet apo çavarit, mblidhen atë burgosën dhe shkojnë atë vend kunore. Ndërsa këtu nuk kemi kishte edhe një muze. Kishte edhe një muze për të dhunë që është ushtruar gjatë diktaturës, sepse, siç thash, këto i shërbejnë demokracisë në mënyrë që kjo tragjedi që ndodhi mos përsëritet më. A i shërben spaçi ashtu siç është? Fjalë atë zëfllumit që e pyetën nga i vjen e keqja shqiptarit, dhe përgjigjja e tij ishte shqiptarit i vjen e keqja nga vetvetja. E gjitha kjo që bën në Shqipëri, këto burgoset e ekzekutimit nuk u bën nga pushtuesit, po u bën nga vetë shqiptarët. Edhe këtu më e keqja është se është dënuar mendimi. Simoni, për shembull, mendon ndryshe nga unë, edhe do t'i vëmë atë epitetin armik. Mirë, për kur të futeshin rreth, atëherë e kishe gati o burgun o internimin. Pastaj ajo shoqëroheshte me konfiskim pasurie, me probleme të tjera. Kur po hynim, përpara se të nisnim bisedën tonë së bashku, më thatë që ju ishit armiqtë e popullit dhe ata ishin armiqtë e fjalës së lirë. Një luftë ndërmjet dy armiqve. Po, është vërtet. Ne, si thash, mbas revoltës paqet e Çavarit, lufta e krasën ka shpërsuar, ata dilshin hap në ato mbledhjet që bënte në atë kampin ku ishim ne, thoshin armiqve t'ja bëjmë jetën e padërueshme. Mirë, po
Brigadierët në shumicën e raste ishin njerëz pa shkollë. Edhe atyne ju duket se gjë e madhe të kishin jetën tanë në dorë. Edhe qoshin në punët matëra, në punët që pagueshin më pak, sepse edhe operativet e sigurimit që bishin shpesh në kamp, merrshin takim me brigadierin, sigurisht ato pyetjet e para ishin për ne. Edhe atëherë brigadieri merrte krah dhe kur ti shkoje të merrje planin e punës, të çonte në punë më të rëndën punën që pagueshin më pak, po çdo e keqe ka një të mirë, ne ndodhëm të ri edhe me forcën e rinisë se përballom atë punën e rëndë, po gjithmonë i luteshim Zotit që të mbaronte sa më shpejt. Kemi mos jemi atë pasigurinë në çdo hap, se nuk shifshim veten se kishim shkel ligjin. Tash i mendoj një periudhë të gjatë që unë përshëndetesha me vllajin, vllai është martuar i ri dhe përshëndetesha me vllajin se ai ishte një brigadë tjetër, po kështu me kunatën përqafoja fëmijët sepse nuk e dija nëse do kthehesha në shtëpi apo jo. Edhe nuk kisha shkel një mizë, nuk kisha shkel asnjë ligj, asnjë gjë, po kjo e rëndonte jetën më shumë. Megjithatë, njeriu mundohet me i dhanë kuptim jetës, ne për fatin e mirë na u leju mbajtëm një radio, në dëgjoshim Italinë më tepër, sigurisht me frikë, në dëgjonim ato festivalin e Sanremës, jo kancionismo, jo lajmet, mundoheshim nga të rit, çdo i ri kishte bibliotekën e vet. Nuk them se kishte në një bibliotekë të pasur, po gjeje literaturë franceze, ruse, këto klasikët. Ka qenë një periudhë nga 55-a deri në fundin e 65-s që kishte literaturë të huaj, kishte përkthime. Edhe ne ato 2 lekë që i punoshim berës, për me siguru një palë pantallona dogu apo i palë atete, më doshim të kurseshim në lekë edhe shkorim bleshim në libër që në përqetë. Spaçi, a i shërben demokracisë ashtu si që është i pandryshuar? Unë besoj se po. I shërben demokracisë sepse është një tmerr. Ne kristianët, më duket se për Pashkë, bëjnë një rrugtim Via Crucis quhet, me kryqin në rrugë. Edhe rruga i mbaron asfalti për të shku deri te palin deri te burgu, është një rrugë bëjgje gjatë. Bëjgje gjatë që nanat, motrat i kanë shku me pa jo burrin, jo vllajin, jo babain, me fëmijë përdoret ngarkume, me aq mundësi që kishin me ushqime ashtu, e bëshin në kamat rrugë, sepse makina ishin shumë të rralla, po dhe ato makina që kaloshin ishin të porositën që mos t'i marrin. Mos të marrin gratë e armiqve. Bile të tregojshin këto gratë kur ktheheshin nga Spaçi që kishin shku me pa njerëzit e tyre, aty rrugës ishte edhe një klub. Edhe pse binte borë, frynte erë dhe ishin me fëmijë, asaj klubit nuk i lejonte që të hyshin marrë. Kaq merr. Kështu që unë mendoj që thash, këto objekte do flasin ja çfarë kanë ndodhur, ja çfarë janë diktaturat. Kështu që a mund të ndryshohet Spaçi? Diktaturat do hiqen nga ajo, kanë si parimat e teorinë e Machiavellit që qëllimi justifikon mjetin, ata qëllimi i tyre është të marrin pushtetin sa më gjatë, pavarësisht mënyrës se si e mbajnë. Po qëllimi i tyre është që të mbajnë pushtetin sa më gjatë. Ndryshohet Spaçi? Nëse ti fillon e zbukuron atë suvaton e lyen,
pra e tjetërson. I nuk mund, si pas mendimit tim gjithmonë, nuk mund të ndërhysh aty përderisa një pjesë e mirë atyre njerëzve, atyre herojve, se të ngresh flamurin pa yll e të në 73-shin edhe të bërtasish poshtë komunizmi e dumë Shqipërinë si gjithë Evropa, atë nuk ka qenë lehtë. Pra, këta njerëz janë heroj sepse e dishin pasojën se çfarë do të ndodhin. Sa ata kishin hyrë në burg, pse mendon kështu, jo se kishin bërë një veprim. Ndërsa kur ti merr përsipër një veprim, ke sfidu vdekjen. Ka dhe një profeci të Hajro Pashajt në diskutim me ish ministrin Feqer Shehun, ishin më duket të dy nga një fshat nga i Madakastërës, edhe i njihshin njëri tjetrin. Edhe Hajro Pashajt i thot, unë thot do të dal nga burgu, po do të vish ti në vendin tim. Edhe me të vërtet, mas disa vitesh, edhe Feqer Shehu u fot në rrethin e armikut e u ekzekutor edhe ai. Kështu që unë them që impakti të vizitorët është shumë i madh, emocionet janë shumë të mëdha, në qoftë se ai menaxhohet mirë, sa aty janë disa ndërtesa. Unë për shembull them që ato godina duhet të kenë një plakat cili ishte funksioni i asaj godine. Ne dim që ishte një fjetore. Aty pa ato godinat e tjera, që janë disa godina. Pastaj edhe ajo rruga që shkonte nga burgu për te Miniera, edhe ajo për fat keq, çdo gjë u prish sepse aty filloi Miniera funksionin. E ka humbur atë identitetin e dikurshëm ajo rruga, sigurisht edhe ato godinat, se janë marrë, duhet të pyesin të burgosmit orë deri ku ka qenë i rrethuar. Ku bashin takimet që vishin familjarët. Pra, ka shumë gjana Pavarësisht që kësaj, duhen rujt. kanë Aty mund nisur. të thuhet që do të bëhet një film. Po. Ajo është gjë e mirë të bëhet filmi dhe të ketë një protagonist nga ata që kanë marrë pjesë në revoltën e Spaqit, që për fatin e mirë janë gjallë, edhe mëndërisht janë shumë mirë. Ka shumë që kanë shkruajt për revoltën e Spaqit, po të marrësh të lexosh ato, ti ndërthërohesh nga të merret kur i lexon, jo ma të kesh jetu aty, nga burgu. Ajo urrejtja edhe revolta, unë do ta quaja krengrytje, jo revolt, nuk ishte diçka spontane. Ajo urrejtje ishte për shkak të trajtimit njerëzor që u bashkët burgosëve, por njëkohësisht edhe për punën e të mërësisht të ranë, që për fatin e keq kishte marrë të jetë njerëzit. Merë me një vagon do të kishte, si mas gojdhane të burgosëve, 2 ton mineral, ishte një vagon. Ti duhet të nxjerrje 5 vagona. Edhe këto duhet të shtyje me forcë. Edhe ushqimi ishte një lëng. Pra ishin familjarët që sakrifikonin bukën e fëmijëve, bukën e vetë, për me i qutë burgosmit, babajt, apo vlajt, apo gjagjajt. Pavarësisht se nuk e dim nëse ai ushqim që dërgoi nga nënat shkonte ashtu si duhet shkonte direkt te i burgosmi, apo jo. Është e vështirë të imagjinohet, të kuptohet nga njerëz të cilët nuk e kanë jetuar atë periudhë. Unë e kam thënë edhe dikun tjetër, me rastësia mbanit njoft një burgosën, më thotë, ishte zotni, kam ba 35 vjetë burg, 25 vjetë thot i kam ba se pash një andër. Këtë andërën ishte tronditi, vjen një komshije, shef ashtu tronditun edhe i thot, të shof thot të shqetësum, çfarë edhe i tregon kë
Anën, si kur kishte taku me Difrashin, ish kryeministri. Edhe ky masi rrinjë coper, shkon degën e mbrëmshme dhe i tregon që filani ka taku me Difrashin. Me Difrashin kishte vite që kishte vdek. Atëherë, mas një muaj arrestojnë e fillojnë torturat. Ku e ke taku, qa ke folë, zotni, i thotë, unë kam pa anër, nuk e kam taku, e ka vdek, ka ko. Dersa më dënun, thotë, pastaj më lanë disa vite tjerë, ishte nga Elbasani, që është Aqif Selimi, kishte qenë edhe partizan. Edhe ka vite që ka vdek, po ishte me të vërdet njeri shumë fisnik. Më lanë disa vite tjerë, thotë më arrestuan prapë, më dënojnë 10 vjetë tjera për agitacion e propagandë, vanë edhe ato 10 vjetë, gjithsej thotë kam bërë 35 vjetë. 25 vjetë që isha pa një anër. Tash kush ta beson se mund të dënohesh ti pse ke pa një anër? Është e pa imagjinueshme ti marrësh jetën tjetër për një anër kur ti vetë e din që ai ka vdek. Nuk jeton dhe ti e torturon tjetrin, i kërkon që atë anërën ta bëjë vërtet me firmën e vet nëpërmjet torturës. E thotë, unë fotën në një fuqi me akull, më zhytën atë, më kishin gjvesh, thotë, edhe më kishte bu aty afer akt akuzën. Unë thotë, nuk e durova dot, edhe firmosa me symbyll. Për ta përmbyllur këtë hapësirë së bashku, Simon, çfarë do t'i thuash sot gjithëve? Jo, për sa i përket njëherë burgut të Spaqet, unë mendoj që duhet krijuar një tryezë. Ku të thirrën disa nga këta të burgosin që kanë me gjallë për fatin e mirë, që paraqitet projekte nëse ka projekt. Pra, çdo lëvizje, sikur një tull të lëvizet, aty duhet merret mendimi i këtyre njerëzve. Sepse aty kanë kujtimet e veta, kanë dhimbjet e veta. Kështu që çdo ndërhyjje që mund të bëhet, duhet bëhet, nuk mund të bëhet pa marrë miratimin e këtyre njerëzve. Sepse janë ata të cilët e kanë jetuar në fund të ditës. Kanë jetuar, aty kanë kujtimet e veta, dhimbjet e veta, të familjes. Kështu që është domosdoshmëria jo marrja në konsiderate me mendimeve të tyre, dhe ata janë njerëz që e vlerësojnë atë edhe ajo emocionet jepen qofse ti e lën ashtu siç ka qenë. Nëse ti fillon e suvaton e lyn me bojra, unë pash në sekuencat filmike që kishin dy me boj blu, pengjeret, dyrë, pra e tjetërson. Atëherë ti më kujtohet edhe një thënie Milan Kunderës që një popull shkon drejt zhdukjes qofse ti i fshin kujtesën. Si thash, këto objektet janë ato që do flasin, japin mesazhe që kjo tragjedi që ka ndodhur mos përsëriten më njerëzit të jetojnë paqe me njëri tjetrin, nuk kanë pse të kenë urrëtie për mendimet e tyre, secili ka drejtën shkojë aty ku gjen veten. Kaq është, ne jemi një popull i vogël, kemi nevojë për njëri tjetrin. Simon, të falenderoj shumë që ishe sot pjesë e Fax News, të falenderoj shumë që ishe sot pjesë e studios time dhe të uroj gjithë të mirat. Shpresoj që jeta jote të jetë mbushur në vijim vetëm me lumturi dhe çdo të mirë që nuk të është ofruar në vitet e tua më të bukura, fëmiria, adoleshenca, apo qoftë edhe vitet e rinisë. Unë uroj që fatin tim nuk ja uroj ta ketë askush. Fatin tim për atë periudhë, po them. Pjesa tjetër
një vetën edhe unë si qytetari i lirë i këtij vendi. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit. Kënaqësi. Mirë, kemi qëndruar deri në këto momente me Simon Mirakajn, një fisnik, një personalitet, i cili pavarësisht se jetoi për 44 vite në kampet e përqendrimit të regjimit të egërt komunist, përjetoi vite të tëra vuajtje, jo vetëm ai, por gjithë familjarët e tij, nëna e tij, babai i tij, nuk ndryshoi dhe nuk e ka ndryshuar, ka arritur që të ruaj dignitetin njerëzor, ka arritur që të ruaj vlerën, ka arritur që të ruaj mirësinë dhe ato vite të egra i kujton ashtu siç ishin. Faleminderit që na ndoqët deri në këtë momente, ka publicitet.